Humbjet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike vijuan trenin rënës edhe gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026, duke zbritur në 16.57%, niveli më i ulët i raportuar ndër vite. Të dhënat e entit rregullator të energjisë tregojnë se krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, kur humbjet rezultonin 17%, është shënuar një përmirësim prej 0.43%. Zakonisht reduktimi i humbjeve është rezultati i investimeve në rrjetin e shpërndarjes, si dhe i masave për identifikimin e lidhjeve të palishme dhe ndërhyrjeve të paautorizuara në sistem. Treguesi i humbjeve mbetet një nga parametrat kryesor për performancën e operatorit të shpërndarjes, pasi ndikon drejt për drejt në kostot e sistemit dhe në eficiencën e furnizimit me energji elektrike. Humbjet teknike lidhen kryesisht me gjendjen e rrjetit dhe karakteristikat fizike të transmetimit të energjisë, ndërsa humbjet jo teknike përfshin vjedhjet e energjisë dhe problematikat e matjes. Nga ana tjetër, të dhënat e erës tregojnë se niveli i arkëtimit në sistemin e shpërndarjes rezultoi 82% për periudhën janar-prill 2026. Ky tregues paraqitet dukshëm i ulët se niveli prej 99% i raportuar një vit më parë. Megjithatë, vlerësimi përfundimtar i performancës së arkëtimit pritet të qartësohet në raportimet e mëtejshme vjetore.